që do t'i diskutojmë, cilat i përmendëm edhe në fillim të këtij edicioni me analistin Artan Muhaxhiri. Artan, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, Donik, faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë Artan që je sot këtu me ne. E pam një deklaratë sotëm të kryeministrit, i cili ka kohë që ka përmendur që do ta formojë qeverinë, por që përkundër faktit që dihet rezultatet e zgjedhjeve ende nuk i ka nisur konsultimet me arsyetimin se po pret certifikimin e rezultateve. Tani Artan, është aq i rëndësishëm ky certifikimi kur dihet rezultati apo thjesht duket që nuk i ka ende numra? Çka tregon kjo? Po realisht nuk ka asnjë mundësi që të ketë ndonjë ndryshim të madh. Do të thotë nuk ka edhe ekspertët që merren me këto punë, po thonë vazhdimisht që nuk ka mundësi që të ndryshojnë përqindjen dhe as numrin e deputetëve, edhe për këtë arsye mendoj që realisht është humbje kohe nëse nuk fillojnë ndonjë ide, ndonjë diskutim, por nuk besoj që kjo është arsyeja kryesore që kryeministri Kurti nuk po i bën këto biseda, këto bisedime, sepse mendoj që është në një pozicion shumë të vështirë, pasi duhet që të bëj kompromise të mëdha nëse dëshiron të mbetet në pushtet. Kjo është e qartë, spari me një parti shqiptare e cila do t'ja mundsonte gjatën e vota, apo pra mos varësin nga lista serbe, por gjithsesi pastaj edhe diskutimet me listën serbe, edhe për krimin e qeverisë, ka pas fjalë shumë të ashpra gjatë kësaj periudhe, edhe për këtë arsye tash duhet ta bëjë një kapërcim shumë të madh, edhe moral edhe politik, nëse dëshiron të mbetet në pushtet. Nëse jo, atëherë vetëm duhet i respektojë afatet kushtetuese dhe t'i kalojë ato procedurat, do të ta marrë ofertën nga presidentja, të tregoj që nuk mund ta bëjë dhe pastaj t'ia jap të partisë së dytë. Por me këtë qasje, pra veçanërisht edhe me reagimet e partive opozitare, LDK-s, PDK-s, AK-s, duket që nuk mund të ketë një koalicion me Lëvizjen Vendosje. Tash pikpyetja është nisma, e cila edhe për shkak të disa deklaratave të zotit Limaj, edhe për shkak të 3 deputetëve që i ka fituar, do të thotë nëse nisma vendos që të bëhet me VV-n, atëherë mund t'i kenë 51, me pakica 71, por kjo do të ishte pra një skenar shumë i pazakont, pasi dihet që këto koalicione ku një parti është shumë e madhe, një parti shumë e vogël, zakonisht nuk funksionojnë, sepse partia e vogël, edhe pse është e vogël në numra, konsiderohet si kingmaker, si shkaktare e themelimit të qeverisë dhe merr pushtet pa krahasimisht, pra ka pas një skenar AKR-ja ka qenë, e cila i pati marrë para disa viteve 4 ministri, edhe pse kishte numër simbolik të deputetëve dhe nëse ndodh kjo do të përsëritet. Pra konsideron që Limaj do të kishte kërkesa të mëdha në rast do të hynte, do të mundsonte formimin e qeverisë. Absolutisht po. Jo vetëm në ministri, po edhe në llojin e ministrive, do të thotë, sepse nuk janë gjitha, tash formalisht janë të barabarta, por se përket buxhetit nuk janë. Taza Ministria e Infrastrukturës është shumë e fuqishme, Ministria e Bujqësisë është shumë e fuqishme, pra ka shumë para dhe me ato para mund të bësh projekte, cilat pastaj mund të konvertohen në vota në zgjedhjet e ardhshme, kështu që mendoj që do të kishte pushtet shumë të madh zoti Lima, edhe për shkak të përvojës që ka nga qeveritë e kaluara, pra ndoshta një sistemin më mirë se sa përfaqësuesit e vetë vendosjes, sepse ka qenë çmoti edhe ideja është mirë, po zoti Lima e dha një intervistë ku i trazoi ujrat, edhe mirë po pastaj nuk u tha, por gjithsesi sido që të jetë ky rezultat zgjedhor për fat keq nuk garanton një qeveri stabile. Pra edhe nëse e krijon Lëvizja Vendosje me nismën, edhe nëse e krijojnë partitë opozitare, nuk besoj që do të ketë stabilitet. Për 2 arsye. E para, do thotë nëse bën Lëvizja Vendosje do ta ketë përballë çështjen e dialogut, çështjen e administratës Trump, e cila po shihet këto ditë që është shumë ashpër, shumë brutale, edhe para mendoni si do të sillet nëse vje puna deri te ndërmjetësimi në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, pra nuk do të jetë një botë tjetër në krahasim me administratën Biden, ndërsa po ashtu nëse opozita e bën qeverinë, atëherë do të ketë shumë jo stabilitet, sepse realisht nëse e bëjnë 3 partijet, do të kemi 3 kryeministra
de facto, sepse se cila parti do të funksionoj si e veçanë, kështu që... Sidomos duke titulat përvojnë që kishte pani herën e kaluar, qeverinë e kaluar, pra nuk ishte stabile. Absolutisht jo, sepse kur janë kështu, pra edhe kur krijon me një stil të tillë të politikës, por edhe me mentalitete të tilla të liderëve, tash paramendoni zoti Abligjiku, i cili dëshiron të dëshmohet si një lider i ri, zoti Hamza që ka një barë të madhe të partisë për shkak të rrethanave, në anën tjetër zoti Haradinaj që ka qenë kryeministër, pra do të kishte një betejë shumë e madhe mes egove të liderëve, dhe kjo, pra ata do të pengonin njëri tjetrin edhe në projektin, nuk do të kishte harmoni, nuk do të kishte një lloj kimie mes tyre, e kështu me radhë. Por gjithsesi po them është zhgënjyese që është, në fakt ky rezultat është një sfidë, është një test për leadershipin, sepse tregon se sa realist janë, sa normal janë politikisht, pasi numrat janë të pamshirshëm edhe nuk mund t'i dramatizosh sa duash, por nëse nuk i ke gjatë një vota, atëherë nuk mund ta bësh qeverinë. Por ideja është që, po them, është një situatë zhgënjyese edhe nuk shoh ndonjë përparim, ndonjë zhvillim pozitiv, sepse çdo skenar është çon drejt një qeverie jo stabile. Po, megjithatë, Artan, për ty cili do të mund të ishte kompromisi më pak i dhëmshëm për Kurtën, formimi i qeverisë me pakisat dhe me Limajin, apo për shembull me ndonjërin prej partive opozitare, përkundër që shumica e tyre kanë vijat e kuqe, por së fundi është parë i afërt me PDK-n, për shembull. Po, kryeministri Kurti duhet t'jap shumë gjëra nëse dëshiron të mbetet, pra nuk e ka, duhet ta harroj 2021-shin, nuk është më situata e tillë, nuk mund qeverisi vetëm, nuk mund të marrë të gjitha vendimet i vetëm, jo vetëm në qeveri, por edhe në kuvend, besa edhe në presidencë për një kohë, kështu që duhet ta ndryshoj perspektiven, por kjo nuk po shihet, po shihet edhe prej qëndrimeve, prej statuseve të përfaqësuesve të vendosjes që ende e kanë atë disponimin e 50%, pra që dëshirojnë ta kenë vetëm, edhe po shihet në KQZ, pra që po bëhet një betejë shumë e madhe, herë mëratshme, herë pa mëratshme, por çështja është që duhet t'jap shumë. Tash mund ta bëj me PDK-n, por duhet t'ja jap gjysmën e qeverisë, duhet që t'jap ministri të fuqishme, duhet, mirë, po ajo që është më kryesore, kryeministri Kurti nuk mund të hyjë në një qeveri të re pa jap garanci spaku për dialogun edhe për kontributin në largimin e izolimit të Kosovës, sepse Kosova faktikisht është izoluar edhe nga BE-ja, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e përmendet ju më herët të lajmet çështjen e Këshillit të Evropës, nuk ka qenë vetëm puna e Serbisë, por edhe mungesës përkrajes nga aleatet tanë tradicional, sepse disa aleat tanë kishin votuar kundër, kështu që është një problem shumë i madh, por kryeministri Kurti gjithsesi duhet t'jap garanci që do të ndryshoj, do ta dërgoj draftin e asociacionit në gjykatën kushtetuese, do ta ndryshoj paqësjen ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse me këtë qëndrim, pra nëse mbetet Kurti i njëjtë edhe tash, Kosova vetëm sa do ta thelloj izolimin, sepse presionet do të rriten në mënyrë të pakrahasueshme, veçanërisht nga administrata Trump. E pam çfarë i bëri Zelenskit, çfarë po i bën Meksikës, Kanadas, tash sot ka propozuar sanksione ndaj Rusisë, pra Trump është në një proces të tentimit që ta dominoj gjithë botën, që të ndryshoj gjitha NATO-n, e kërcënoj me largim, me zvoglim të buxhetit, e kështu me radhë, pra është në një ekspanzion kështu politik, edhe nëse Kosova bëhet pjesë e këtij ekspansioni, dihet se si do të përfundojë. Megjithatë, Artan, e pam Ramush Haradinaj që sot përmendi që e përjashton mundësinë me lëvizjen vendosje dhe është i gatshëm me partitë opozitare, dhe duket që partitë opozitare në rast se ofrohet mandatari i dytë dhe Kurti nuk mund ta formojë qeverinë vetëm kur jepet mandatari i parë, i kanë numrat optimal për ta formuar qeverinë. A duket që partitë opozitare të paktën janë të gatshme më shumë për të shtyr përpara këto temat, edhe çështën e asociacionit, dialogun dhe aleancat dhe këtë bashkëpunimin, përmirësimin e bashkëpunimit raporteve me aleantët? Po, në krahasim me lëvizjen vendosje, po, nuk ka asnjë dilemë.
sepse edhe LDK dhe PDK kanë pas marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës veçanërisht. Për LDK nuk kemi as çka flasim më historikisht, por edhe PDK-ja, kryeministri Thaçi, presidenti Thaçi tentonte që të mos kishte probleme me AAK-n, ka qenë ajo çështja e demarkacionit edhe e taksës. Mirë po edhe tani ish kryeministri zoti Haradinaj e ka ndryshuar qasjen, pra po në këtë aspekt do të ketë dallime shumë të mëdha, besoj që pjesë e bisedave dhe negociatave për qeverisjen e re do të ishte edhe çështja e asociacionit, sepse do të kishte edhe presione të mëdha. Tani kryeministri Kurti ka treguar që këto presione të mëdha nuk po i bëjnë efekt, nuk po kanë efekt në të, edhe kur po e në dëm të Kosovës, pra edhe kur veprimet e tij po e në dëm të Kosovës, siç ishte çështja e draftit të asociacionit, që e pamundësoi edhe antarësimin në Këshillin e Evropës edhe shumë gjëra tjera, por presionet e tilla te opozita kanë pas efekt, por ja kemi pa hajrin, domethënë edhe në tash mos ta përmend edhe Rambujen edhe Vjenin edhe tash çështjet e negociatave, sepse ndryshe nuk ka ndonjë mundësi ose do të bashkëpunosh me ndërkombëtar dhe të avancosh Kosovën ose të hysh në konflikt të drejtë për drejtë me ta dhe ta izolosh siç po ndodh tash, por po them, ajo çka është e keqe është se nuk po shohim ndonjë bashkëpunim apo indikacione nga opozita. Nuk ka ndonjë takim, ajo që thash për kryeministin Kurti vlen edhe për opozitën, që nuk kanë i dinë numrat 24, 20 edhe 8 ose 5 nëse zoti Limaj nuk dëshiron, por çështja është që pra nuk ka të panjohura, nuk e di. Mirë po gjithsesi edhe këto parti duhet bëjnë kompromise, pra nuk mund t'i kemi 3 kryeministra, nuk mund t'i kemi 3 president. Pra, ndoshta është edhe kjo çështja e kompromiseve, ndoshta që nuk po nguten shumë për opsionet për qeverinë e ardhshme dhe këto temat e mëdha dhe këto kompromiset në arenën ndërkombëtare, ndoshta apo jo. Këto janë të ndërlidhura, do thotë nëse je i gatshëm të bësh kompromis për themelimin e qeverisë, për çështjen e dikasterave, atëherë natyrisht që logjikisht do të jesh i gatshëm edhe për çështje më madhore, sepse mos harrojmë dialogu e ka bllokuar Kosovën, mungesa e dialogut e ka bllokuar Kosovën, pasi çdo avancim i Kosovës është i ndërlidhur me dialogun. Çdo herë përmend u ndryshuan strukturat në Bruksel, absolutisht të njëjtat fjalë janë. Shkoi Llajçaku, absolutisht të njëjtat fjalë. Do thotë nuk varet prej individëve, por janë korniza, janë strategji që janë edhe për Kosovën edhe për Serbinë njëjtë, kështu që nuk ka ndonjë ndryshim, nuk mund të ketë asnjë ndryshim. Por sa i përket Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një problem shumë i madh. Po shohim që tash edhe Grenelli është aktivizuar sërish, Richard Grenell, edhe marrëdhëniet me kryeministin Kurtin nuk i ka as pak të mira, pra janë krejtësisht armiqësore në aspektin politik. Prandaj edhe nuk mund të ketë sukses asnjë qeveri e cila i vazhdon këto raporte me ndërkombëtarët. Ne mund të qëndrojmë të izoluar nëse dëshirojmë, por do të jetë humbje kohe, sepse nëse nuk ka progres në dialog, nëse nuk ka progres në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë kjo ndikon edhe ekonominë, ndikon edhe zhvillimin e tërësishëm socioekonomik, ndërsa me këtë mental, pra nuk po shihen indikacione, politikanët mund të ndryshojnë. Kryeministri Kurti mund të thotë në mandatin e parë kanë pasur qëndrime më të ashpra, tani mund të jem fleksibil, mund të ndryshoj, por këtë nuk po e thot, por po them do të jetë krejtësisht e dëmshme për Kosovën nëse vazhdon edhe qeveria e ardhshme kush do që të jetë. Pra edhe nëse zoti Limaj eventualisht bëhet me zotin Kurti, atëherë njërin ndër kushte do të jetë që të dërgohet drafti në gjykatë kushtetuese, apo pra të zhbllokohet kjo situatë, sepse përndryshe nuk ka asnjë kuptim që edhe qoftë edhe 1 vit, edhe 2 vite të vazhdohet me këtë blokadë, me këtë izolim ndërkombëtar, sepse është humbje e madhe për gjithë.
Po, dhe sa i përket formimit qeverisë Artan, ashtë që mund të gjytemi në një krizë politike dhe sa mund gjas tani kjo formimi qeverisë, po shohim që Kurti nuk po e përmend as çështjen e konstituimit të kuvendit dhe as emrin e kryetarit të kuvendit. Është indikative, kështu edhe shihet ka, pra kështu është simptomatike, nëse mund të them që kryeministri Kurti dëshiron të shkojë deri në fund të afateve, dëshiron ndoshta edhe të sfidojë edhe institucionet, sepse kjo mund të jetë një një strategji dalse, një plan B për të, nëse nuk arrin ta ketë shumicën shqiptare për ta krijuar shumicën në kuvend dhe për ta themeluar qeverinë. Pra po, spaku edhe nga veprimet e përfaqësuesve të vetëvendosjes në KQZ, në qendre numërimit të votave, pra shihet një nervozizëm, një tentim që të krijohet një imazh i zgjedhjeve jo të rregullta apo eventualisht të mospranimit të ndonjë kategorie të votave, dhe kjo do ta vazhdonte. Pra kërkohet një alibi, një arsyetim, por besoj që kjo do t'i shkonte në dëm Kosovës në përgjithësi edhe konfigurimit të institucioneve. Ndoshta është më ferë që të thuhet menjëherë nuk e kam shumicën, nëse mund ta bëj opozita mirë, nëse jo shkojmë sërish në zgjedhje të reja, edhe zgjedhjet e reja janë gjithmonë opsion, pra nuk ja vlen që nëse ka një mur përpara që vazhdimisht të humbet koha, sepse po përmenden edhe afatet ligjore, pra edhe eventualisht 60 ditë apo diskrecioni i presidentes, por e gjithë kjo do t'jetë e kotë nëse nuk ka asnjë mundësi që të bëj koalicione. Pra nëse LDK i thot jo, PDK i thot jo, AK i thot jo, nëse eventualisht e Nisma i thot jo, teorikisht nuk ka numra ku t'i marr ato vota për ta bërë shumicën. Dhe kjo mund të jetë një strategji pastaj të fajsohet edhe gjykata kushtetuese dhe institucionet tjera, por po them do t'i humbte kohë Kosovës dhe do të ishte një çorsakak. Po, dhe javën e ardhshme Artan do të kemi një vizitë rëndësishme të sekretarit përgjithshëm të NATO-s dhe kemi parë të gjithë liderët evropianë dhe Shtetet e Bashkuara të cilët kanë kërkuar menjëherë formimin e qeverisë së re. Megjithatë, kjo nuk duket që po i zë shumë në befasi partitë politike dhe liderët e tyre. Kjo tregon që nuk janë edhe shumë përgjithshëm për të krijuar atë që thatë një qeveri stabile përballë të gjitha këtyre sfidave ndërkombëtare dhe zhvillimeve e këtyre gjeopolitikave, apo jo? Gjatë këtyre 4 viteve ka ndodhur një lloj imunizimi ndaj kërkesave të aleatëve tanë, pra nëse deri para 4 viteve ka pas një raport më të drejtë për drejtë dhe më kualitativ, më të dobishëm në raport me proceset që kanë qenë geopolitike, geostrategjike për rajonin tonë, me qeverinë Kurti kjo nuk ka ndodhur, kemi pa pra dhe dëmtimi i raporteve është rezultati i kësaj qasje. Mirë po duket që por kjo tash kjo ka të bëjmë edhe me moralin politik, sepse është tash disa politikanë kanë moral, disa nuk kanë, nuk po kërkojnë kështu perfekcionizëm, por spaku duhet të ketë një lloj sinqeriteti, korrektësie ndaj qytetarëve, ndaj atyre votuesve prej cilëve kanë marrë besimin. Edhe opozita duhet bëj hapa shumë të përshpejtuar nëse synon ta ketë shumicën, t'je përmende Panin, edhe Vlanin. Vlani ka qenë, pra na kujtohet me njerë kemë bërë bashkë dhe mbanin takime në një seli tjetër, pra në zyrë në partitë ndryshme, edhe kishte një indikacione që mund të ketë një bashkëpunim, edhe pse në fund si zakonisht u prish, por tani nuk po e kemi as atë. Pra tash do duhet një kohë derisa të bashkohen, pastaj do duhet një kohë derisa të merren vesh. Dhe a konsideron që mund të ketë ndonjë rol këtu presidenti apo thjesht ajo duhet i zbatoj këto afatet ligjore? Jo, edhe presidenti është në pozitë shumë të vështirë, sepse natyrisht që dëshiron edhe një mandat dhe atë mandat mund t'ja vetëm një përbashkim i 80 votave, pra një bashkim pozit-opozit. Marrëdhëniet me Kurtin në fillim ka pas fantastike, por tash ka fundi janë dëmtuar edhe ato, edhe pra pa lëvizje vendosje nuk mund të zgjidhet presidenti, kjo është
e qartë, edhe nëse mbahen zgjedhje të reja, edhe me çfarë lloj rezultati nuk mund të ketë një rënje as drastike sa vetëvendosja të bëhet e parëndësishme, kjo është utopike. Prandaj presidenti duhet ta mbajë një balancë, edhe për interes të vetin, por edhe sa i përket institucioneve, por gjithsesi ajo duhet ta ketë Bibel edhe Kur'an Kushtetutën e Kosovës, asgjë pra të gjithë edhe sa i përket mandatit, edhe sa i përket afateve, nëse bazohet vetëm në kushtetutë, atëherë nuk do të gaboj. Kështu ka ndodhur edhe në të kaluarën, mirë po ideja është që besoj që presidentja do duhet ishte shumë aktive edhe tash menjëherë sapo të certifikohen rezultatet, menjëherë të fillon pa të mos humbte kohë, sepse nëse ajo bën një lloj të presionit konstruktiv, atëherë edhe do të jetë më mirë edhe për partitë politike. Por gjithsesi duhet të ketë transparencë, dhe nga ana e saj duhet të tregoj pra kur në cilat nenit kushtetutës është bazuar, pse ka bërë një veprim, pse ka bërë një ftesë, pse i ka ftuar, kur do t'i ftoj, pra duhet të ketë një lloj kështu projekti, një lloj logjistike edhe nga ana e saj, sepse është një pozicion shumë i vështirë edhe natyrisht që kur është ndarja pothuajse 50-50 edhe animozitetet janë shumë të mëdha dhe ekziston një tension shumë më i madh. Na kujtohet para 4 vjetëve as nuk kemi pas si diskutime, sepse dallimi ka qenë shumë i madh, apo edhe para 10 vjetëve, por në këto raste, kur është pra një situatë e tillë, edhe tensionet janë shumë më të mëdha, kështu që ajo duhet ta luajë rolin e vet, të shtensionimit, të zhbllokimit, por absolutisht gjithmonë duke u bazuar në kushtetutë, duke qenë transparente, duke komunikuar edhe me qytetarët, edhe me mediat, edhe me gjithë, sepse nuk ka mundësi tjetër. Nëse ju lihet në dorë politikanëve, këta do ta çojnë deri në pafundësi, por edhe do të gjejnë edhe mënyra tjera. E përmenda KQZ-n, pra është një imazh shumë i dëmshëm. KQZ ka pas imazh fantastik kur ka qenë zonja Valdete Daka, edhe numërimi është bërë shpejt, nuk ka pas ankesa veçanërisht në proceset. Dhe kush mendon Artan që është fajtori kryesor për këtë situatën që po shohim sot në KQZ? Sepse prej fillimit, prej procesit kur përfunduan zgjedhjet dhe nisi ky proces i numërimit, ka pasur shumë edhe probleme teknike, tani edhe u politizua, pati dje polemika dhe akuza shumë dhaja mes anëtarëve të KQZ-s, tani kush është fajtori për këtë situatë? Po, një pjesë e madhe fajt është e kryetari KQZ-s, mirë po edhe është në pozitë të vështirë, sepse ai ka ardhur me aminin e lëvizjeve vendosje, por në muajt e fundit qeveria pat edhe kritika ndaj tij, pra është në pozitë shumë të vështirë kur vjen nga një parti dhe pastaj ajo parti të kritikon, pra vjen me përkrahjen e saj, dihet, sepse zonja Daka ishte larguar në mënyrë jo ligjore, kanë thënë edhe raportet ndërkombëtare, dhe tani, por edhe njerëz të vetvendosjes që janë në KQZ janë shumë energjik, janë të njohur për stilin e ashpër politik, edhe tash ata edhe nga natyra, por edhe nga tentimin që të dëshmohen para strukturave të vetvendosjes, bëjnë ashtu, por unë mendoj që është edhe qëllimt, pra synohet që të krijohet ndoshta një imazh për probleme në procesin zgjedhor, sepse në një aspekt nuk i konvenon të zëmë votat me post, nuk i konvenojnë. Unë i pash disa postime të ministrave të vetëvendosjes ku kinë se gjenin gjëra të palogjikshme, domethënë ato ishin krejt paragjykime, nuk e ke asnjë fakt pse një lidhje, pra një kandidat është votuar më shumë në perëndim apo me post se sa në Kosovë, ndoshta ka punuar më shumë, ndoshta pra nuk mund të paragjykohen, ishte kështu shumë absurde ai pretendim, pra. Po thua që vetëvendosja ndoshta azurin në befasi, kjo vota e madhe nga diaspora që erdhi LDK-s, nuk ka dyshime për ndonjë keqpërdorim të madh aty. Po në befasi, sepse unë mendoj që vetëvendosja ka shpresuar që do të ketë suksesin e para 4 vjetëve, kjo nuk ndodhi, sepse ne kemi pa dhe gjatë, kemi diskutuar të bashkë që edhe LDK-ja dhe PDK-ja kanë punu me struktura veçanërisht në perëndim, në Gjermani, në Zvicër, bile PDK-ja ka marrë rezultat shumë të dobët krahasim me vizitat e shumta që janë bërë aty. LDK-ja ka kaluar shumë më mirë, edhe mirë po të mos harrojmë, LDK-ja ka i mjafton vetëm të rinjallë disa struktura
të vjetra edhe aty spaku për ata mund të rrisë përqindjen e votave edhe më shumë, edhe po ashtu qeveria Kurti nuk është që ka bënë ndonjë gjë të jashtëzakonshme për diasporën, pra nuk ka kriju një lloj lidhje që të maksimalizohet potenciali diasporës në aspektin ekonomik, në aspektin intelektual, në aspektin e ndërlidhjeve mes shqiptarëve të fuqishëm, të suksesshëm që janë... Megjithatë ka pasur disa tentativa, si kjo çështja e zgjedhjeve që të organizohen më lehtë dhe pjesëmarrja e tyre të jetë më e madhe, ka pasur disa deklarata që truri diasporës të cilët, por që ndoshta edhe nuk u realizuan. Jo, këto kanë qenë deklarata të bukura kështu për të dëgjuar, për të do të thotë kanë tingluar bukur, por në realitet ju e keni pa që asnjë investim, do të thotë ka shqiptarë shumë të pasur, ka shqiptarë biznesmen shumë të fuqishëm që jetojnë perëndim, asnjëri prej tyre nuk ka ardhur në Kosovë, pra nuk kanë ardhur sepse nuk kanë pas garanci, nuk kanë pas siguri edhe nuk kanë pas një ofertë mirë, po ashtu edhe sa i përket ekspertizës, sa i përket profesionalizmit, pra mund të vinë mjek, inxhinierë kështu me radhë që të kontribuojnë në Kosovë, por nuk kanë ardhur. Pra gjitha ka mbetë vetëm në propagandë dhe për këtë arsye 4 vjet nuk jem pak, pra ka pas mundësi që të bëhet shumë, kemi pas ministra nga diaspora, zoti Mehaj, zonja Gërvalla, kështu me radhë, por ka mbetë vetëm në çështjet të vota, por po them, ku e nisa ideja ishte që akuzat janë absurde sepse nuk ka asgjë faktike, pra nëse kanë gjirime, nëse kanë dokumente le t'i paraqesin, por kështu veç me paragjykim, veç me ndërlidhje kështu plauzibile, cilat të shkojnë ty në favor, por... Veç se dëmtohet procesi. Absolutisht, veç se dëmtohet procesi, edhe hijet një hije keqe, qoftë edhe në rezultatin e lëvizjeve vendosje, pra nëse një parti e merr këtë shumicë me një proces tillë, atëherë logjikisht, paradoksalisht, i bjen edhe hije keqe edhe atyre. Dhe Artan krejt në fund, e përmendë që kjo politika është për shpejtësia me cilën po merret Donald Trump, politika e tij jashtme përballë Evropës. Cili është rreziku që e pret Kosova? Na mund të përballet Kosova më vështirësi dhe para vendimeve të cilat ndoshta nuk janë shumë opsionale në të ardhmen? Me Donald Trump nuk ka shumë opsione, nuk ka pothuajse asnjë opsion tjetër përveç opsionit të tij, përveç idesë të tij. E pam që ka ndodhi në shtëpinë e bardhë me Zelenskin. Zelenski është politikani më i dashur në botën normale, në botën e cila ka vlera, dhe e patë se si u soll, po ashtu edhe me shtete tjera, pra Trump është kështu absolutisht dominues i terrenit edhe i ideve të tij, i mënyrës se si i përfitimeve, gjithsesi nëse eventualisht vjen koha kur ai do të merret me dialogun mes Kosovës e Serbisë, unë mendoj që vetëm do ta sjellë një dokument, do të thotë nëse e pranoni mirë, nëse jo, do të keni pasoja, do të kërkoj, sepse tash po e quajnë transaksional, kështu do të kërkoj ndoshta ndonjë pasuri nëntoksore të Kosovës apo ndonjë përfitim tjetër, por pra nuk duhet befasohemi për gjitha këto. Jo, absolutisht. Ajo është i paparashikueshëm edhe gjithçka mund të pritet prej tij. Natyrisht është mirë që të kemi raporte të mira, por edhe ato raporte të mira me Donald Trump janë kështu shumë të çuditshme. Pra është keq me qenë mirë, është një pozitë shumë e pafavorshme. Atëherë Artan, falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. Faleminderit për mundësinë, Donika. Faleminderit shumë. Dhe tani është koha për bllokun e lajmeve të botës.